Ky është takimi i dytë, pas zgjedhjeve të 7 qershorit, me vullnet të mirë, me respektim të plotë edhe të rezultatit zgjedhor, por edhe të gatishmërisë sonë si Lidhje Demokratike e Kosovës që me çdo çmim, me çdo kusht të shmangim zgjedhjet e reja, katërtat me radhë për më pak se 2 vite. Besoj se kështu respektojmë jo vetëm interesin e LDK-s, por interesin e Republikës Kosovës, e cila ka nevojë për stabilitet institucional dhe për punë më tepër se sa për dramë politike. Ishte një takim i mirë, i mbar, në të cilën trajtuam çështje të ndryshme programore, politike, të ardhme dhe strategjike besa për Republikën e Kosovës. Do të përpiqemi edhe në ditët në vazhdim, të kemi diskutime më thelbësore, më detajuara. LDK-ja natyrisht se qëndron brenda parimeve tashmë të bëra publike. Para që na duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të ruhet stabiliteti institucional, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, të ketë balancë demokratike brenda institucioneve të Republikës. Dhe këtë balancë demokratike LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në të kundërtën edhe kontributi LDK-s, por edhe konstelacioni politik i ndërtuar s'do të ketë as forcë, as fuqi e nevojshme. Do të vazhdojmë takimet me kaq vullnet mirë, nëse s'bëjmë asgjë, e vetmja gjë e garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Dhe besoj që kjo është as lajm i mirë për popullin e Kosovës, as lajm i mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, të vetëdijshëm për interesin e vendit dhe të vetëdijshëm për politika që i përfaqësojmë ne si LDK. Dhe në këtë përpjekje tonë do të insistojmë që të ruhet demokracia e Kosovës dhe që LDK-ja nëse mund të arrijë partneritet me palën tjetër, të njihet e përfaqësuar. Nuk kemi folur për emra konkret, pra ende jemi në diskutimet e parimeve. Nëse deri me datë 6 gusht nuk ndodh asgjë, kemi kërkuar vazhdohet procesohet tutje me konstituimin e kuvendit, sepse s'ka nevojë që të pritet, LDK-ja nuk ka asnjë apetit për kryetarin e kuvendit, sepse është figurë ceremoniale e cila duhet të përfaqësoj edhe, siç e thot kushtetuta, propozimin e partisë së parë. Dhe në këtë drejtim LDK-ja jep emrin e vet për në kryetar të kuvendit. Për çështje tjera, më pas kemi afat kohor shtesë, sa më herët më mirë që bëjmë zgjidhje, sepse Kosova ka shumë probleme, shumë sfida përpara, dhe në këtë drejtim duhet japim zgjidhje konkrete.